Sot në mëngjes, Amber, Laerti, Serlo dhe Loredana diskutuan për raportin mes Gjestit dhe Eglit. Mbrëm, gjatë një shfaqjeje, dyshja shkëmbyen një puthje skenike që ka shkaktuar shumë reagime nga banorët e tjerë. Kjo situatë ka bërë që ata të rishikojnë natyrën e afërsisë mes Gjestit dhe Eglit, të cilët, pavarësisht lidhjes emocionale, duket se nuk janë zyrtarisht në një lidhje. Disa nga banorët e shtëpisë e vërejtën se Gjesti ka një qasje të ftohtë ndaj Eglit, në një kohë kur ajo vazhdon t'i shprehë ndjenjat e saj për ta. Kjo kontrast mes sjelljes së tij dhe ndjenjave të saj ka nxitur spekulime të shumta. Amber ka theksuar se mendon se Gjesti e mban Eglin për të përfituar nga skena dhe shikueshmëria që ajo ofron. Ai nuk di të flas, tha Amber, duke i referuar pa aftësisë së Gjestit për të shprehur emocionet e tij me fjalë. Kjo do të thotë se ai mund të jetë më shumë i interesuar për përfitimet që merr nga lidhja se sa për ndjenjat reale ndaj Eglit. Ajo vazhdoi të shpjegojë një situatë të veçantë që tregon natyrën manipulative të sjelljes së Gjestit. Unë e provova në një situatë. Ai bëri një gjë të pisët me mua në kuzhinë dhe unë nuk i dhash zë. Kur Egli e tha atij, më thuaj edhe mua që të mos mërzitet Amberi, ishte e qartë se Gjesti po përdorte Eglin si një shënjestër për ta ruajtur statusin e tij. Amber është e shqetësuar se Egli është duke sakrifikuar shumë për këtë marrëdhënie. Ajo është në gjendje të sakrifikojë çdo lloj pike për të qenë me atë, u shpreh Amber, duke theksuar se kjo mund të ketë pasoja të rënda për Eglin dhe perceptimin e saj për veten. Flasim për sjelljen e Gjestit, shumë banorë kanë vënë në dyshim për çfarë është i gatshëm të bëjë për të qëndruar në qendër të vëmendjes. Amber thekson se sa e lehtë është për të manipuluar ndjenjat e të tjerëve për qëllimet e veta dhe se ky lloj sjelljeje është një nga aspektet më të këqija të dinamikeve të grupit. Me gjithë këto akuza, ndjenjat e Eglit shpesh mbeten të padëgjuara, duke e bërë atë një personazh të dhimbshëm në këtë dramë. Banorët e tjerë po e ndjekin me kujdes situatën, duke parë se si do të zhvillohet dhe se si do të reagonin Gjestit ndaj këtyre komenteve. Është një test i vërtet për të dy dhe për pasojë për dinamikën e grupit të përgjithshëm. Në fund të fundit, marrëdhëniet në Big Brother shpesh janë më të komplikuara se ato që duken. Çdo marrëdhënie përmban komponentë të ndryshëm, duke përfshirë strategji, emocione dhe lëvizje taktike. Kjo situatë për Gjestit dhe Eglin është një shembull klasik i kësaj dinamike, që po mbetet për t'u parë se si do të evoluojë në muajt e